Shikoj nderuar, mirë se erdhët në përballje në telegrafi.com. Unë jam Muhamet Hajrullahu. Sot kemi një mysafir special, kemi një mysafir nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, realisht në një lidhje të drejtë për drejtë me Skype, zotrin Uklushi, veprimtar dhe aktivist shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me të cilin do të flasim për zhvillimet e fundit politike në vend, për marrëveshjen për targat ilegale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për marrëveshjen finale që pritet të ndodhë në të ardhmen, por edhe për rolin proaktiv të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për të diskutuar për këto tema jemi së bashku me zoti Lushe. Mirë se erdhe zoti Lushe. Ju përshëndes, faleminderit për ftesën. Më vjen shumë mirë që jemi së bashku, e di që është herët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këtu ka filluar më po pak mbrëmje, si do që tjetë, po e nisi me këto çka ndodhin në fund, sa i përket marrëveshjes për targat, pas disa thirrjeve, pas disa le të themi tensioneve të paralajmëruara, vonesave të ndryshme, si e keni po zhvillimin e fundit? Veprimi i fundit të zëvendës kryeministrit të Kosovës në Bruksel me përfaqësuesin e Serbisë Petković nuk është në fakt marrëveshje, është një dakordim i cili e çon procesin me tutje, e hap rrugën, shtegun për procesin që të vazhdojë. Çështja esenciale është marrëveshja tash që po quhet bazë për normalizimin e marrëdhënieve mes dy entiteteve, Kosovës dhe Serbisë, dhe le të shpresojmë që ato të ngritet në nivelin ku ato të dyja të shohin njëra tjetrën s'paku në aspektin informal si dy shtete që veprojnë dhe po ashtu vazhdojnë negocimin si dy shtete. Nëse kjo ndodh, atëherë është një përparim i vogël, mirë po çështja e Kosovës nëse nuk mbyllet brenda një afati të caktuar dhe nëse kjo marrëveshja bazë nuk e përfshin afatizimin e arritjes së asaj mbylljeje, atëherë unë kam frikë se zgjidhja e Kosovës do të vazhdojë të qëndrojë në ajër dhe do të kemi vështirësinë edhe në të ardhmen. Kjo status quo, për cilën po flet, edhe natyrisht që nuk besoj që i konvenon shqiptarëve, nuk i konvenon Kosovës me mbet ashtu si është që ka disa vite pas shpalljes pavarësisë, ka disa vite pas luftës, shkrimtarët Kosovës në vitin 98-99, por e keni pa të reagimet në Kosovë që ndodhen edhe sot në kuvendin e Kosovës pak a shumë sa i përket kësaj ju e thatë nuk është marrëveshje ma shumë dakordim që e tha edhe kryeministri sot në kuvend. Por ka pas shumë kritika ndaj qeverisë Kurti nga opozita, nga opinionistë të ndryshëm në Kosovë, që nuk e dëgjoj fillimin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë i kam pa edhe qëndrimet e juaja që jo gjithmonë duhet me qenë as servel në atë kuptimin e asaj që kur është interesi i Kosovës dhe i shqiptarëve në Ballkan, ne duhet ta themi troq. Pra, a besoni që kjo trysni tash e tutje do të shtohet shumë a shumë edhe në Kosovë, por edhe në Serbi tek kjo marrëveshja finale? Problemi i zotit Kurti dhe i qeverisë së Kurtit është se ka një shprehje popullore shqiptare që thot aty ku ju premtojnë shumë drellza, merreni kroqën e vogël. Nuk është çështje që edhe tjerët nuk kanë dëshira në Kosovë, shtetet e vogla fatkeqësisht në politikën ndërkombëtare nuk e kanë lehtë të operojnë. Duhet gjendet një mes që shkon në ekstremin e kërkesave maksimaliste, por edhe të kërkesave minimaliste, respektivisht servile në disa raste, për arsye se partnerët e fortë nganjëherë edhe nuk t'i kuptojnë nevojat, nuk t'i kuptojnë as aspiratat dhe për këtë arsye duhet të bëhet një shtyrje. Problemi që e kam unë jo vetëm me qasjen e zotit Kurti tash, por edhe me qasjet përpara është se ne jemi futur në borbullën e do të thoja taktikës, më shumë se sa strategjisë. Targat Kosova është 100% drejt. Amerika e di, Serbia e di se e praktikon vetë ajo, çdo shtet në botë din që targat janë një çështje e ligjit, nuk kanë bëjnë as me çështje ndërshtetërore. Dhe duke u marrë me këtë çështje, ne po humbim kohë dhe energji për çështjet kruciale, për çështjet thelbësore që janë të rëndësisë primare për Kosovën, që janë ato janë Ato unë mendoj që ne duhet të kërkojmë saktësisht dhe konkretisht
njohjen e 5 vendeve të Bashkimit Evropian, sepse vetëm kjo njohje nuk është njohja e Serbisë kryesorja momentalisht. Nëse duam të shkojmë në faza, njohja këtyre vendeve hap rrugën e proceseve të integrimit në Bashkimin Evropian dhe po ashtu hap rrugën për antarësim në NATO, cilat po ashtu duhet të themi se ka një optimizëm të tepruar të shqiptarë, nuk do të ndodhin, unë mendoj, për dekada. Edhe nëse plotësohet ky kusht, mirë, po pa këtë kusht, ne do të mbetemi në çorsokak. Dhe mandej edhe çështja e përmbylljes së shtetësisë së Kosovës duhet të ketë një afat. Mund të jetë ai afat 1 dekadë, 2 dekada, një çerek shekulli, siç ka kaluar tash, mirë, po nëse vazhdojmë me këtë strategji se po ja mbyllim kokën kësaj pune disi, mirë, po antarësimi i Kosovës në OKB mund të shtyhet, nuk ka rëndësi se sigurinë e Kosovës e garanton NATO e etj, po momentalisht sigurinë e Kosovës në fakt e garanton OKB-ja. Sa të që është e keqe. Rezoluta 1244, po. Sa të që është e keqe, rezoluta 1244, sigurinë edhe integritetin territorial të Kosovës e siguron, se detyron forcën armatosur edhe shtetet e OKB-s që në rast të rrezikimit të integritetit territorial të Kosovës të ketë një reagim. Kështu që po harrojmë shpesh se çështja e mes Serbisë dhe Kosovës në fundit është çështje politike, nuk është vetëm çështje e sigurisë ose ushtarake. Po, dhe realisht shpesher këtu edhe reagimet dhe unifikimi faktorit politik për cilin edhe ju shpesh e keni ngritë si që është me shumë të drejt për tema nacionale. Natyrisht që qeveria Kurti duhet luftohet nga brenda për luftën kundër korrupsionit, për nepotizëm, për çështjet që kanë të bëjnë me politikën e brendshme, por në relacion me Serbinë duhet të ketë një unifikim që nuk po duket se e kemi gjatë kësaj periudhe. Mund të bëhet më shumë drejt sipas vlerësimit tuaj. Ishin edhe 2 vizitat e liderëve të opozitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në State Department, me senator, kongresistë të ndryshëm. Mund të bëhet më shumë edhe nga opozita, nga zoti Haradinaj, zoti Memli Krasniqi, nga zoti Abdiziku sa i përket shtyrjes para kësaj marrëveshje, sepse unë prapë insistoj, i ka edhe 2 vjetë zoti Biden në krye të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk e dim se çfarë do ndodh pas 2 vjetësh, por të shfrytëzohet ky moment. Problemi i quarjes përpara të çështjes së Kosovës ka qenë gjithmonë kolektiv. Edhe faktet tregojnë që rezultatet janë arritur kur ka pasur koordinim dhe veprim kolektiv. Fakt është Rambujeja, fakt janë bisedimet e Vienës, dhe unë e di që proponentët e idesë së gjendjes de jure të Kosovës do të thonin se tash kemi shtet, tash kemi kushtetut dhe ai që i fiton, respektivisht ajo që i fiton zgjedhjet e ka të drejtën që të përfaqësoj shtetin edhe në dialogun dhe në vendimarrje. Mirë, po ka çështje që po e tregon politika ditore që e kanë zbatuar gjithë përpara, por edhe tash kryeministri Kurti, që po politizohet dhe po luhet politik ditore me çështjen me Serbinë. Edhe për këtë arsye, nëse ne duam që ta çojmë procesin më përpara, për mos drejtuar gishtin te njëri tjetri, për arsye se gjithmonë kjo ndarje, kjo çarje që ndodh në faktorin e brendshëm për politikën jashtme, jo vetëm për Kosovën, por për çdo shtet, ka pasoja të rënda, sepse politika e jashtme nuk është politikë e brendshme. Tashti arsyeja pse eventualisht na nevojitet neve një koordinim i tillë, respektivisht një unitet i tillë, vetëm për këtë çështje, është në njërin anë përgjegjësia do të ndahej dhe do të davaritej frika që mund ta ketë një person ose një subjekt se do të shihet si tradhtare, do të shihet si butë tjera. Aty është arsyeja, le të themi. Por edhe jo është puna edhe të ofrimit zgjidhjeve, sepse ne duhet ta pranojmë që në dhomë e kemi elefantin e madh të asociacionit, që kryeministri e ka paraqitur si një gogol, unë mendoj e ka tepruar pak dhe sot po i kthehet bumerang, dhe ne si shtet, si përfaqësuesit ton, si njerëz cilët janë atje në emrin ton, duhet ose pranojnë, të paraqiten me disa projekte të tyre lidhur edhe me këtë asociacion, ose nëse refuzojnë, ta refuzojnë dhe pastaj ta dimë se ku po shkojmë. Futja e kokës në rër si struci nuk i largon këto probleme, vetëm po i shtyn, mandej ne po humbim kohë historike dhe kohë politike pa nevojshëm, mendoj.
Zoti Lush, jemi online edhe për shkak të diskutimit në distancë largët me juve për të marrë shumë kohë. 2-3 çështjet e fundit. E përmendën me shumë drejt çështjen e asociacionit, që ky do të jetë tema e diskutimit të ardhshëm. Ne kemi parë edhe gjatë muajve të fundit edhe kërkesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por në veçantë të Bashkimit Evropian si lehtësues të dialogut të zotit Borrell edhe të zotit Lajçak sa i përket modeleve që duhet t'i ofrojë Kosova për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe çështja e tokave që kanë të bëjnë me pronat te manastirit Deçanit, 2 çështje këto edhe të dhëna si detaje me gjykatën kushtetuese të Kosovës. Këto janë 2 çështje të cilat tashmë do ta presin qeverinë Kurti, po besoj në tavolinën e diskutim nga partnerët ndërkombëtar. Dhe në anën tjetër kemi parë gjithashtu një lloj tensionimi në tendencave për tensionim në Ballkan, që kjo do të shkonte në dobi natyrisht Putinit dhe Rusisë. Për këtë keni folur edhe ju dhe keni adresuar. Domethënë, nëse nuk po shkojmë drejt kësaj ngërçet zgjidhjes përfundimtare, atëherë potencialisht dikush mund ta shfrytëzojë destabilizimin e Ballkanit, le të themi, dhe kjo do t'i përshtatej vetëm Putinit dhe Rusisë nëpërmjet aliatëve të saj që dihet tash me Bielorusia, Serbia edhe Vučići në rajon. Pajtohem që zgjidhja eventuale e problemeve mes Kosovës dhe Serbisë dhe në Ballkan do të ishte humbje pikë së pari për Putinin dhe Rusinë. Ata janë pala e vetme e gjitha interesave të fuqive të mëdha që kanë interesa në Ballkan, cilët duan kaosin, duan vazhdimin e kësaj status quo-je. Mirë po, unë jam i bindur që Serbia nuk ka mundësi, as Rusia, ta destabilizoj Ballkanin si s'flitet. Nuk ka asnjë mundësi. Nuk ka mundësi, okej. Ka mundësi të ketë ndonjë destabilizim rajonal, për shembull regional, ku mund të ketë protesta, mund të ketë ndoshta edhe humbje jete larg zot. Mirë po, prania ushtarake e perëndimit dhe NATO-s në Ballkan është e tillë që as Serbia, unë besoj as Rusia nuk e kanë asnjë mundësi që të zgjerojnë konfliktin, të zgjerojnë destabilitetin. Çështja është se si do të veprohet në këtë fazë, për arsye se partnerët euro-atlantike kanë qartë çka duan. Ata duan që ta shtyjnë çështjen përpara, por a është kjo mjaftueshme për Kosovën dhe çka do të merr me këtë shtyrje përpara Kosova? Për shembull, të kthehemi edhe një herë te çështja e asociacionit dhe përmendet ju çështjen e pronave të manastirit të Deçanit. Ky është problemi kur gjykatat mundohen të bëjnë vendime politike. Gjykata kushtetuese e Kosovës në 2 raste pra, po. Po flas për manastirin e Deçanit. Është krejt bardhëzi që gjykata ka qenë gabim. Është një vendim i cili për arsye politike edhe nga të huajt, edhe nga vendorët, është pranuar duke i mbyllur syt ose njërin sy. Dhe këto janë mandej problemet kur rolin e politikës, respektivisht mungesën e vullnetit dhe guximit politik e marrën gjykatat dhe mundohen të shtyjnë gjërat përpara ose krijohen improvizime, si rasti i manastirit të Deçanit. Dhe kjo na ka sjell në një situatë në cilën megjithatë ka rrugdalje. Thash edhe një herë, klasa politike, sidomos kryeministri Kurti, duhet ta kenë guximin e mbështetasit, mirë po mos lëshojnë pe totalisht. Nëse krijohet asociacioni dhe nëse pranohet vendimi i gjykatës për manastirin e Deçanit, duhet të kërkohet një për asociacionin, çka do të merr Kosova, sidomos në aspektin e afatizimit, respektivisht të njohjes nga Serbia. 2, për manastirin e Deçanit duhet të jepet mundësia Kosovës që kur të futen në Këshillin e Evropës, ajo të ketë drejt që të ankimojë vendimin dhe të shihet se faktet atje në gjykatën e Strasburgut do dalin haptas. Do të shihet që pronat, disa nga pronat, një pjesë e madhe që i ka uzurpuar tash me këtë vendim juridik gjykata e manastirit të Deçanit, do dalin që janë prona private. E prona private është një ndër gjërat e shenjta të shtetësisë kudo në perëndim. Kështu që çka po them unë është se nuk duhet të mbetemi në këtë status quo. E qartë. Nuk duhet vetëm të përgjigjemi në kërkesat që na vijnë, por ne duhet të japim përgjigjet tona, alternativat tona dhe mandej të kemi edhe kërkesat tona. E fundit, si çështje, po jo më pak e rëndësishme, se është shumë e rëndësishme, shqiptarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lobi shqiptar amerikan ka qenë gjithmonë proaktiv në
kohrat të ndryshme për Kosovën dhe për shqiptarët në Ballkan. Natyrisht po besoj edhe gjatë kësaj periudhe kur pritet intensifikimi për një marrëveshje finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Çfarë mund të bëhet më shumë? Unë e di që ju jeni aktiv me lobi, me grupet e ndryshme shqiptarësh dhe amerikanësh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por çfarë mund të bëhet më shumë që ju të avokoni sa i përket kësaj çështje? E di që mund të ketë mospajtime edhe mes njerëzve të grupeve të ndryshme edhe në Amerikë, janë duke i po edhe ato, por çfarë mund të bëhet të i kalojnë këto momente, se si duket politika e Kosovës është bartur edhe të shqiptarët në Amerikë. Fatkeqësisht po, deri diku jo plotësisht. Çështja është se mospajtimet janë rregull. Nuk ka problem kur kanë njerëzit mospajtime, përderisa vinë te një konkludim dhe një vendim cilin pastaj e përcjellin pjesa dërmuese. Problemi i diasporës, sidomos i shqiptar amerikanëve sot, është se ne nuk kemi pasur kur kapacitete më shumë. Mirë po, nuk kemi pasur kur koordinim më të keq me qendrat e vendosjes shqiptare në Ballkan. Aty ka politizim, partizim dhe duhet kuptohet diçka. Politika e shteteve tona në Ballkan nuk mund bëhet prej perëndimit ose prej diasporës. As në Washington, as në Berlin, as në Paris. Po brenda. Jo, ata janë përfaqësuesit e zgjedhur prej jush atje, edhe në fundit ata që rrinë atje janë patriotët e vërtet. Nuk zhvillohen civilizimet dhe shtetet me emigracion. Emigracioni e ka vetëm rolin ndihmues dhe këshillues. Normalisht që nëse dikush në diasporë ka një ide të mirë, i ka propozimet se si të shkohet përpara, qeveritë edhe përfaqësuesit tonë duhet të dëgjojnë. Mirë po që ne ta marrim rolin udhëhec, kjo është e pamundshme, nuk ndodh, sidomos pas formimit të shteteve. Problemi që ndron prapë edhe nuk po them te koordinimi e orientimi i diasporës çfarë të bëj, por te koordinimi dhe vendimet se cilat tema të shlyhen përpara dhe ne për arsye se ne i kemi disa mjete të cilat nuk i kanë përfaqësuesit tonë. Ne mund të shkojmë te përfaqësuesit tonë që i votojmë, këto dhe i paguajmë me taksat tona dhe bëjmë kërkesa cilat sipas vlerësimeve dhe analizave tona janë interes konvergjent, edhe amerikan, edhe i Kosovës edhe shqiptar në Ballkan. Kjo ka shumë rëndësi. E këtu ka çalime përkundër faktit se diplomacia edhe e Kosovës, edhe e Shqipërisë, edhe e Maqedonisë Veriore, edhe Malit Zi, ka prani shumë të fuqishme. Mirë po, kjo vjen si pasojë besoj e mungesës së vizionit të përdoremi ne. Ne duhet të përdoremi për arsye se jemi aset i cili nuk kushton asgjë. Ne as nuk marrim rrogë, për shembull e përmendet atë letër. Unë mund shfrytëzoj rastin ti falenderoj. Të cilën letër e publikuam dje në Telegraf pas një dyshim, një letër cila ka shumë efekt të mirë pozitiv edhe po besoj që ata që duhet me lexuar dhe me pa atë letër ka shku në adresën e duhur. Po patjetër unë mund edhe t'ju informoj për rezultatin e letrës, por dua të falenderoj sidomos zotëri Baraleun i cili është angazhuar jashtëzakonshëm, mandej anëtarët e bordit të Kongresit Panshqiptar Amerikan, por edhe të organizatave tjera, se aty ju e pat ka një prani gjeografike në tërë Amerikën. Janë organizata nga Texasi, nga Illinois, nga shteti Michiganit, nga shteti New Yorkit, shteti i New Jerseyt. Po flasim për një bazë edhe elektorale amerikane e cila u kujton politikanëve amerikanë se kur të vinë votat herën tjetër, ne do të mendojmë për këtë çështje. Tash që t'ju informoj për rezultatin, ne letrën fillimisht e kemi dërguar në departamentin e shtetit. Kemi përgjigje zyrtare, jemi në kontakt që t'i caktojmë takimet dhe mandej besoj që impakti do të jetë edhe më i madh se sa letra në publik. Shumë mirë, kjo është risia, pastaj detajet të cilat do t'i ndoni edhe me neve në Kosovë dhe rajon. Faleminderit shumë për kohën zoti Lushe. Ju falenderit edhe juve. Shkëndëruar ishte kjo e tërë asaj përket intervistën me zotrin Uk Lushe, aktivist dhe veprimtar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shihemi në intervista tjera të radhës.